Bill Gates e ardhmja vetëm 2 ditë punë javë, pjesën tjetër pushim. Bill Gates thot se brenda rreth 10 vitesh, inteligjenca artificiale do të marrë përsipër shumicën e gjërave, duke reduktuar javën e punës me vetëm 2 ditë dhe duke e kthyer pjesën tjetër të javës në kohë të lirë. Ai shpjegoi se shoqëria do të duhet të rishqyrtojë mënyrën se si do të kalojë këtë kohë të lirë, duke theksuar se AI mund të sigurojë mjek dhe mësues besueshëm, duke i dhënë fund mungesave në sektorët e mjekësisë dhe arsimit. Bill Gates e përshkruan këtë ndryshim si një luks të bollëkut, ku robotët e drejtuar nga AI marrin përsipër edhe punët fizike, duke u lënë njerëzve hapësirë për të ndjekur qëllime më të thella dhe për të diskutuar mënyrën se si do të ndahen përfitimet e një fundjavë 5 ditore.